Kafja ka shumë elemente përbërësit e kafes. Kafja edhe duhet të shijohet, mirë është me pi, edhin me knaqë të pi kafe. Preardhja e kafes vjen prej plantacionit të Etiopisë edhe i ka shijen e gjingjerit, ka në çokoladës, se çdo plantacion i ka ato teksturat e veta. Janë rreth 65 milion njerëz që mirën me prodhimin e kafes. Kafja mbledhet me kokra, në mënyrë manuale, edhe jo robotike. Për mu, fakti se e mbaris ka shumë rëndësi të madhe. Këtu te neve, si Kosovë, Shqipëni, Maqedoni, kafja është bërë si ritual social. Ndërsa në vende tjera si Italia, si është një prej vendeve si është më e mira për pjekjen e kafes, edhe atje kafja pihet shpejt edhe vazhdon dita, pse e bën një kafe të rëndësishme. Kafja ka shumë elemente përbërësit e kafes. Kafja edhe duhet të shijohet, edhe mirë është me pi, edhe me knaqë të pi kafe, edhe jo veç pse po them ato se përvoja jeme në Kosovë nuk ka pas shumë informacione sa i përket kafes, në elementet e kafes, veç ka qenë teknikisht, ndërsa mbasi më erdhi mundësia të shkoj në një garë ndërkombëtare, atje hina në një botë tjetër të informacioneve rreth kafes, edhe për mu edhe ndryshoi krejt perceptimi ndaj kafes. Ka ndryshu përkushtimi në përgatitjen e kafes. Tu nis prej pastërtisë, tu nis prej ujit, prej elementeve si aparati, mullini, gjithë këto edhe kokra e kafes, preardhja e kokrës, se çdo kokër e ka një shije të vetën. Edhe ato bashkë kur erdha këtu më shumë i kushtoi një rëndësi. Edhe në gjithë këto elemente mu më bën me din të kryej edhe më shumë ndjeshmëri ndaj kafes. Si trupi kafes, aromat e kafes, edhe kur të sheh edhe deri te klienti edhe me ja shpjegu klientit se kjo kafe është kësaj rëndësie. Vjen preardhja e kafes, vjen prej plantacionit të Etiopisë edhe i ka shijen e gjingjerit, ka në çokoladës, se çdo plantacion i ka ato teksturat e veta. Para garës e kisha një perceptim tjetër. Kur ishim mbas garës, unë po them u thellova çaq shumë edhe kafja nuk ishte edhe se 9 gram kafe jenë në një finxhan, një espresso. Procedura e kafjes për me ardhur këtu është goxha një maraton. Edhe në vendet ku mblidhet kafja, se janë rreth 65 milion njerëz që mirën me prodhimin e kafes. Kafja mbledhet me kokra, në mënyrë manuale, edhe jo robotike. Edhe një kokër kafe është shumë e vogël, edhe ka shumë njerëz atje si nuk i kanë edhe kushtet mirë, janë të varfër, mbijetojnë, ushqejnë fëmijë për ato kokra. Sepse në mënyrë robotike ala nuk ka dalë, sepse nëse robotët kanë provu, po çaj robot si e mbledhen kafen, degët kur dëmtohen mbas 4 vjet rigjenerohen, tani fillojnë për me kriju frutin e kafes. Kosova si shtet i dalëm mbas luftës ka pas mungesë të informacioneve. Ne si popull e dum kafen shumë, e kemi qejf kafen, jemi njerëz të kafes. Po na kanë mungu informacionet. Gradualisht është jenë të ardhë informacione, fatmirësisht në tregun tonë. Kjo e bën si me thanë edhe këto rrjetet sociale, informacioni shpejt, qëtash si jenë si TikToku, Instagrami, Facebooku, të cilat ta bin informacionin shpejt edhe ne fillojmë të dimë edhe të jemi kurioz edhe dum të kemi një specialty coffee. Se qëtash në trend, është të ardhë specialty coffee. Ka me ardhë edhe këtu të ne, një coffee shopat kanë me pje kafen e vetë edhe kanë me servu të klientat. Po, në të ardhmen e afër, veç informacionet jenë të mjaftueshme edhe çdo hap tjetër për dikush si do të me anis biznisit në këtë sektor të coffee shopit, ka me ardhë me kafe të vetën, specialty coffees. Do me thënë specialty coffees i bjen ti
krijon bashkëpunim me një plantacion, ti e zgjedh vetë, si Etiopi, Honduras, edhe të pëlqen çaj lloj edhe ti e merr kafen, kokrën, e pa pjek me pjek këtu edhe e shërben te klienta. Për një kafe të shijshme dhe të mirë janë disa elemente, me thonë 4 elemente. Duhet të jetë një mulli i mirë, si i ka dhambët që e blun kafen mirë, nuk e dëmton kokrën. E dyta, duhet të jetë uji i aparatit i pastër. Temperatura e ujit të aparatit të jetë adekuate për me ashtryt krejt frutat edhe çato elemente që ai ka kafja. Aparati i kafes të jetë i mirë mbajtur mirë, do me thënë i pastruar mirë, edhe në fund çka e bën më të madhen dora. Kur e qet dora adekuate, e cila e ka dashni qate, edhe bën një kafe superior. Unë mendoj se edhe mu më ka ndodhur raste të tilla, por tash jem pak më i kujdesshëm. Kafja vjen, vjen deri te këto çrregullimet e metabolizmit, shkaku se është papastërtia. Papastërtia i aparatit, krejt çto pajisjet që ai ka, shtesat, duhet të jenë shumë të pastra. Në mëngjes kur të vjen, se kjo shkon në mbrëmje, duhet të pastrohen me krejt ato elemente që ai ka, me do prashaka që janë apo stafat për aparatin e kafes, po edhe në mëngjes duhet të vjen, duhet pak me u trajtu, e din me këshyra, janë mira, janë pastër, se kafja, kokra e kafes është si organizëm ajo, për mu është si me merr frymë, edhe kur është e shëndoshë, i krijon atë mirat, por kur është e papastër, dhe me të dëmtu. Si mi gjen, unë çdo kafe si e përgatiti për mu është tregim në vete. Se çdo person është për mu i veçantë. Edhe klientat që vinë, që ja qesun kafen, për mu janë karaktere çdo njoni edhe në jetën time, unë i përjetoj ato. Se nëse s'më shohin, ndoshta jem në naj qosh, ku mi gjeni? Edhe unë pe mëngjesit, se dali shumë njerët në punë, du një 20 minuta t'ja vetës një komoditet relaksi, si kur vjen ora 7, unë jemi pregaditun për punë, edhe unë gjysore, e rregulluj veten emocionalisht, edhe tani kur vjen puna edhe vin klienta çdo njoni, edhe vjen çdo njoni për mu, japi, e di sa e pi edhe ai, mu më pëlqen ç'ki komunikim. Edhe jem shumë i lumtur edhe mu më bën të lumtur, edhe në ç'kjo punë, edhe në kafja është e mirë, po edhe komunikimi emocional është diçka si shumë më plotëson. Normal, ajo është edhe si 50% dhe është ta rregullon, se nëse nuk e ke qatë kualitetin e kafes të mirë, edhe në këto tjera të binë pe i lojes, po unë kum kafen e mirë, edhe jem e di çka servoj, se nëse kum kafen e keq, nuk e qesi. Këtu në punë e përgatisi kafen vetë. Nuk kum qef kafet, 2 kafet e para, nuk kum qeftin, jo se nuk kum qef, edhe mos shpreh egoism, jem modest për natyrës, po e di se s'ka kush ma qet kafen e qes vetë. Për shembull, në bazë dreke, se aktualisht edhe mirë me trajnim të stafit, se qëto sa do informacione i kum qef ti qkepi, se ko suksesi për mu është kur dikush është ma i mirë se ty, edhin si transmetohet që kjo dijet e dikush tjetër, edhe për mu është shumë më bën të ndije mirë. A kafet e para, veç vetë qësë, njerë për njerë.